Mark Eisen, ushtruesi dhe kryesëdhënë e drejtorit misionit, që do bëj drejtjet hapse, hyrse. Faleminderit. Good morning, everyone. Mirëmëngjes, mirëditë të gjithëve. Faleminderit Patrik për një hapje të tillë. Unë do të doja vetëm të nënvistoj komentet e Patrikut lidhur me bashkimin tonë ose takimin tonë një rast të tillë këtu, mirë po vetëm dua t'ju them pak për vete. Në të vërtetë, unë jam zyrtar për menaxhimin financiar të USAID-it, duke e kryer punën e zëvendës drejtorit të misionit. Pra sot është rast për mua që dal nga zyra, pra më vjen shumë mirë që jam sot këtu me ju dhe të marr pjesë në një rast të tillë. Kjo ngjarje e posaçme e kam shumë përqefi sepse më kujton për ngjarje që ka ndodhur në vendin tim në Shtetet Bashkuara të Amerikës para disa viteve. Në vitit e 50, 1950, dhe gjatë asaj kohe kemi pasur mundësi të rast të madh në vendin tonë që të jemi dëshmitar të bashkëpunimit të CSO-s me qytetarin dhe në fund kjo do të bëhej ose ka të shoqërisë civile bashkëpunimi me qytetarët dhe të bëhej njëri prej rasteve më të mëdha të gjykatës supreme në Shtetet Bashkuara. Për rasti është Brown kundër bordit të arsimit dhe në atë kohë organizata e shoqërisë civile ishte organizata ishte NAACP dhe nuk do të kisha pasur rast më të vështirë që të ndaj me ju siç ka ndodhur në atë kohë. Atë kohë kemi pasur një organizatë që ka punuar me 4 raste të ndryshme për të konsoliduar rastet e gjykatë që në atë kohë argumentonin për integrimin racor në shkolla në Shtetet Bashkuara. Vetëm dua të ndaj me ju faktin që gjatë asaj kohe ne kemi qenë dëshmitar të fillimit si organizatat e shoqërisë civile kanë bashkëpunuar me organizatat lokale vendore që në të vërtetë të çojnë më tutje për parimin në shoqëri. Dhe ajo ishte një arritje shumë e madhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për mua, kjo është një ngjarje tepër e rëndësishme të cila korrespondon me një rast si ky juaj thotë që përpiqeni të konsolidoni këto dyja. Pra është një rast mësi shumë e mirë që me ju sot mëngjes të flas me ju për partneritetin tonë dhe forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë, që shumë e rëndësishme. Disa gjëra janë rëndësi thelbësore në misionin tonë si punë e sundimit të ligjit këtu në Kosovë. Ne mendojmë që sistemi i drejtësisë dhe forcimi i tij është në krye të misionit tonë në Kosovë, se pjesa më e rëndësishme e misionit tonë. Mendoj që të gjithë këtu në salë sot jeni në dieni se çfarë bëjnë KGK-ja dhe gjykatat për të redukuar numrin e rasteve të pazyra dhe për të përmirësuar vendimet gjyqësore që janë duke u bërë në Kosovë. Mirë po nuk mjafton që vetëm ta dimë këtë fakt. Përparimi i vërtet nuk vjen vetëm me përmirësimin, mirë po edhe me transparencën. Transparenca, llogaridhënia dhe drejtësia në sistemin e drejtësisë gjyqësor. Me një besim më të madh të publikut në institucionet e Kosovës dhe kjo e bën lancimin e këtyre dy aktiviteteve të sotme më të rëndësishme sepse shoqëria civile dhe qytetarët e zakonshëm duhet të kuptojnë ndryshimet dhe përmirësimet që janë duke ndodhur dhe të bëhen pjesë e tyre po ashtu. Mendoj që kjo vlen sidomos në sektorin e drejtësisë sepse ajo më të rëndësishme se kaq nuk ka që të ndërtohet ose krijohet besimi i publikut dhe për ta bërë këtë përmes një bashkëbisedimi. Një bashkëbisedimi të qëllimshëm ndërmjet gjyqësorit dhe qytetarëve që ju shërben dhe i përfaqëson. Pra, më vjen mirë që shoh organizatat civile që bëhen partnerë me sistemin e drejtësisë si pjesëmarrës të plotë dhe jo vetëm si
të huaj dhe vëzhgues. This is a very important step, Ky është një hap shumë i which rëndësishëm, I know të cilin e di, i cili unë e di që do të kontribuaj dhe të vazhdoj the future of Kosovo's justice gjatë system tërë ardhmës së in Kosovo. sistemit të drejtësisë Because të Kosovës, everyone is a part sepse of the secili justice system, është pjesë e sistemit të drejtësisë. from the CSO, Dhe të fillon nga organizatat e shoqërisë civile deri tek KGK-ja, GSFP, tek and GSSP ultimately dhe citizens of në Kosovo. fund të qytetarët të Kosovës. And so, it is important Pra that është me everyone rëndësi që secili të marrë pjesë në këtë ngjarje të rëndësishme dhe në aktivitetet e and saj. we all have a role Dhe to të play. gjithë kemi rolin ton në të. I have been deeply moved Mua më ka prekur shumë, by the effort of më kam prekur shumë përpjekjet e sistemit të drejtësisë to që expand the të communication zgjerojnë komunikimin the various ndërmjet members of the antarëve të ndryshëm të komunitetit. It is important for us Është to me rëndësi që understand ne të kuptojmë se that without a transparent and pa accountable judicial system, sistem gjyqësor transparent dhe përgjegjës, njerëzit nuk do ta kuptojnë si duhet dobit I nga understand that one kjo of the në new Kosovë. activities will E be di building që njëra prej social media aktivitetet do të jetë që të ndërtohen kapacitetet e mediave sociale të KGK-s dhe disa prej gjykatave themelore që në mënyrë që të lidhen më mirë me qytetarët. awesome idea. Kjo është një ide mrekullueshme. It may not constitute Ndoshta a crusade, nuk do të bëjë ndonjë ndryshim tepër të madh, mirë po është një hap në drejtimin e duhur. Është një hap drejt lidhjes lidhshmërisë. Sipas mendimit tim, lidhshmëria create krijon understanding, mirëkuptim. understanding, Mirëkuptimi lehtëson falënderimin dhe falënderimin inspiron pjesëmarrjen. Dhe këtë e kërkojmë nga qytetaria, organizatat shoqërisë civile, KGK-ja and all of the dhe partners të gjithë partnerët dhe aktorët të tjerë të cilët marrin pjesë në sistemin e drejtësisë këtu në Kosovë, sepse sa do të krijoni një formë publike, even a cilën do formë, madje edhe formën e mediave sociale, jeni duke bërë një ftesë për angazhim. and in my Dhe sipas përvojës time, transparenca shpesh vjen pas angazhimit. just as important of the Po ashtu e rëndësishme do të rëndësishme do të jenë rezultatet e studimit për të në mënyrë që gjykatët të kuptojnë se si mund të përmirësojnë shërbime dhe transparencën e tyre dhe natyrisht grupi e anshme të fokusit në diskutime dhe në takime to talk dhe about KGK-n për të biseduar lidhur me integrimin e gjyqësorit dhe meaningful progress and integration përparimin will be kuptim plot, difficult përparimin kuptim plot situation that we will be confronted with. do t'i Public të awareness, të kaloj situatën e vështirë dhe understanding ndjesimi of publik law, është i rëndësishëm dhe të kuptuarit e ligjit po është me rëndësi thelbësore. but please know this. Por ju lutem, do të keni parasysh këtë. This particular situation Kjo situatë will not solve all the nuk do të challenges zgjidhë të that gjitha confront sfidat me the cilat judiciary system përballet in sistemi Kosovo. i drejtësisë këtu gjyqësor këtu në Kosovë. And the public Dhe outreach alone vetëm afrimi tek publiku nuk mund të krijojë ose të bëjë vendin të dhe besimin e tij në integritetin e sistemit të gjyqësor. Mirë po, ju siguroj action by action, që veprim pas veprimi, tjegull pas tjegullve, të gjitha aktivitetet e angazhimit të qytetarisë kosovare dhe që të punojmë së bashku me will increase the public organizatat faith e shoqërisë civile do të rrisin and will help transparencën dhe build besimin e publikut dhe ndihmojnë në rindërtimin e sistemit të qëndrueshëm të It's a tall order, gjyqësisë. and let us not be Tash mistaken. të mos gabojmë sepse të mendojmë që është punë e lehtë, sepse duhet punë shumë e rëndë. Secili prej nesh është i përkushtuar të bëjë atë që është e nevojshme për të arritur objektivin tonë, për të zëruar komunikimin në mënyrë që krijohet një mjedis që lehtëson komunikimin e hapur dhe transparent. And we're truly counting on it. Dhe ne llogarisim vërtet në secilin prej jush që jeni në këtë sallë sot. We're very proud of Ne the partnership jemi shumë for which we krenarë me partneritetet që kemi krijuar sot dhe me zipresim me për partneritetet që do t'i kemi në të ardhmen dhe ne unë mendoj që ju dhe të gjithë participate pjesëmarrësit tuaj që nuk janë pranishëm sot në takim
will benefit from do all të the përfitojnë nga të gjitha përpjekjet që të cilat ne do të bëjmë në partneritet së bashku. Dhe si sila do doja të shfrytëzoj rastin si t'ju falenderoj secili prej juve për rastin që më keni dhënë sot që të flas me ju dhe që merrni pjesë në këtë ngjarje. Ju përshëndes shumë dhe me si pres të punoj me ju në këtë program dhe aktivitetet ju falenderoj shumë. Thank you very much. Falenderoj shumë Mark. Tash do të ftoj kryesuesin Trisi që të jap fjalën e tij yrse. I nderuar Mark Ison, ushtruesi i detyrës së zëvendësve drejtorit të misionit të Saidit, të nderuar kryetarët e gjykatave, të nderuar përfaqësues të organizatave jo-shqiptare, të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotërinj. Fillimisht shfrytëzoj rastin të falenderoj ekipin e programit të Saidit për fuqizimin e sektorit të drejtësisë në Kosovë, për mbështetjen e vazhdueshme dhe në Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe gjykatave me qëllim të ndërtimit të një sistemi të drejtësisë mbi bazën e parimeve themelore, efikasitetit, pamshmërisë, llogaridhënies dhe transparencës. Përmes një bashkëpunimi të mirë ndërmjet KGK-s, gjykatave dhe ekipit të projektit të USAID-it, kemi arritur që të shënojmë progres në rrafshën e ngritjes së transparencës në sistemin tonë gjyqësor. Lidhur me këtë, vlen të theksohet se gjykatat tani janë duke i njoftuar publikun për orarin e seancave, si përmes vetë faqes së gjykatës, po ashtu në gjykatë. Gjithashtu, përmes kombëtesave për media, gjykatat e njoftojnë qytetarët për aktivitetet e ndryshme, si dhe epilogun e rasteve me interes të lartë të publikut. Shumë gjykata mbajnë takime të rregullta me qytetarë, takime me palët të interesuara, për të biseduar për çështje të përgjithshme. Disa nga gjykatat madje janë duke komunikuar me qytetarët përmes mediave sociale. Ndërsa ajo që është më e rëndësishme në këtë rrafsh është fakti se tani në të gjitha gjykatat janë duke u publikuar gjykimet përfundimtare në vetë faqet e gjykatave dhe ekziston një përkushtim edhe më i madh për të rritur numrin e publikimeve të gjykimeve përfundimtare. Shpresojmë që të vazhdojmë me matutje, kemi efikasitet në këtë drejtim. Përkundër lëvizjes në këtë drejtim, nevoja për ngritjen e transparencës mbetet akoma prezent. Bazuar në eksperiencat tona në të kaluarën, kemi pasur bashkëpunim intensiv, korrekt dhe profesional me OIQ-t, të ndryshme dhe shoqërinë civile në përgjithësi, dhe e cila përmes punës së saj mjaft të sfidueshme që konsiston në lumtimin dhe publikimet e gjetërave të ndryshme kanë ndihmuar dhe po ndihmon çdo ditë e më shumë në ngritjen e transparencës në gjyqësorin tonë. Besoj se përvoja dhe fushëveprimi drejtanishëm i secilës nga këto OIQ me konkretisht BIM-it, D+-it, ACDS-s dhe do të jenë të dobishme dhe të shërbejnë si ndihmës e madhe sistemit tonë gjyqësor. Gjithashtu, mund të themi se përderisa deri më tani këto organizata kanë më shumë si vëzhgues dhe kritikuese të sistemit gjyqësor, këtë radhë po ndërtohet një bashkëpunim shumë i ngushtë duke kontribuar në rritjen e efikasitetit si dhe të kapaciteteve të gjykatave në fushën ku këto organizata kanë ekspertizë më të madhe siç është kjo e komunikimit me publikun. Andaj së bashku do të fokusohemi që përmes trajnimeve dhe aktiviteteve të ndryshme që do të organizohen për zyrtarët të informimit dhe gjykatat, dhe të dalim që jo vetëm të përmirësojnë komunikimin me publikun, por gjithashtu do të avancojmë në shfrytëzimin dhe përdorimin e rrjeteve sociale për të mësuar qytetarëve që të informohen më shpejt, më saktë dhe më drejt lidhur me punën, vendimet, sfidat, të arriturat dhe aktivitetet tjera të gjykatave dhe të KGK-s në përgjithësi. Forcisht jam i bindur që përmes këtij bashkëpunimi së bashku me ju do t'ja dalim të realizojmë qëllimet tona të përbashkëta. E ajo është që sistemi jonë gjyqësor të jetë sa më afër qytetarëve, ashtu që të arrijmë që të kuptojmë dhe të informohemi në mënyrë të drejtë për shqetësimet, kritikat dhe rekomandimet e qytetarëve lidhur me transparencën
e gjyqësorit të Kosovës, e të cilat do të jenë piknisje e përmirësimit dhe ngritjes së punës tonë në përgjithësi. Duke pasur parasysh se KSHK është e fokusuar në lehtësimin e procesit të zbatimit të marrëveshjes përgjithësi, shfrytëzoj rastin që edhe një herë të përgëzoj dhe të falenderoj ekipin e GSP-s në përfshirjen e shoqërisë civile në këtë rast të organizatës ACDS-s, e cila në fushëtarinë e vet, por në këtë program prioritet do të ketë vëdjesimin që të qytetarëve tonë në veri, lidhur me procesin e integrimit të gjykatave në veri dhe në informimin e tyre sa i përket sistemit të drejtësisë në Kosovë. Pikërisht për këtë arsye, me plot të drejtë sot ripërsërisim zotimin tonë që jemi të gatshëm për të bashkëpunuar, sikurse me shoqërinë civile, ashtu me të gjithë aktorët e tjerë, të cilët me punën dhe angazhimin e tyre do të ndihmojnë si në ngritjen e transparencës, ashtu me përmbushjen e prioriteteve tona. Andaj, duke dëshiruar sukses dhe punë të mbarë të gjitha organizatave të përzgjidhura nga GSP, për realizimin e aktivitetet të para, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Faleminderit. Thank you very much, Chairman Advizi. Falenderoj shumë kryesuesi Idrisi. I falenderoj për komente dhe për kushtimin, si dhe antarët e Këshillit dhe të gjykata për kushtimin e tyre që të rrisin transparencën në gjyqësor. Tash do të ftoj partnerët të shoqërisë civile që të vinë në podium. As Mark mentioned, Si që përmendi Marko në përgjithësi hyrëse, programi ynë është ka filluar në Kosovë përmes një serie ose vargu të intervenime që hapja gjykatave, redukimi i lëndëve të pazidhura dhe efikasiteti, rritja efikasitetit që të realizohet drejtësia më shpejt dhe më mirë. Dhe tash janë aktivitetet e kërkesës dhe kjo është duke angazhuar shoqërinë civile që të ndihmojë KXS në gjykata për të përmirësuar komunikimin publik dhe ofrimin dhe përmirësimin e ofrimit të shërbimeve nga gjykata dhe rritja e njohurisë dhe të kuptuarit të publikut për sistemin e gjykatës. Partnerët tanë këto përpjekje me mua këto. Është Krishni Gash nga Virni, Dusan Radakovic nga ACDC dhe Robert Hasmani nga Democracy Plus. Së pari do të ja fjalën Krishnikut që diskutoj për aktivitetet e Birnit në përpjekjen e sa i përket palësakesave. Kum njohim që po besojnë sallë ka pak, sepse në shumicën për jush veç kemi bashkëpunim shumë të mirë në këto 10 vite prej kur Birni monitoron sistemin gjyqësor dhe kur kemi qenë të angazhuar drejt për drejt me pasë që po funksionon sistemi gjyqësor, përshëndetje për gjithë. Jam shumë i gëzuar që jam pjesë e këtij aktiviteti dhe po besoj që kemi mujt me dhënë një kontribut bukur të mirë në avancimin e këtyre çështjeve të cilat veç kemi me i punu gjaty në mujve. Po du më nalë të njëra prej arsyeve kryesore se na si organizat kemi vendos me qenë pjesë e këtij projekti dhe cili ka qenë momenti nështë kjo që cilë neve na ka shty që na me qenë pjesë e këtij projekti dhe me ofru eksperiencën tonë për me hec hapa për para në sistemin tonë gjyqësor. Unë që 10 vjetë për cjellë sistemin e drejtësisë edhe zakonisht kom pas dëshirë me u fut në statistikat e Këshillit gjyqësor edhe vazhdimisht me pa atë rritjen e numrit të landëve të pazidhura. Për fat mirë, këtë vit kemi ullje të landëve të pazidhura edhe trendi i sistemit gjyqësor ka nisë me shku ka e marë. Janë të zvoglu landë edhe sot kemi ma pak landë se sa kemi pas në vitin e kaluar. Kjo është një lajm i mirë i cili duhet me ju servu publikut Kosovës e i cili fatkeqësisht nuk kam rri me ju servu në mënyrën e duhur
për me mujt me ndru këtë kontranarativin i cili është që gjyqësori i Kosovës vazhdimisht është me probleme dhe vazhdimisht ka numër të lanëve të pazidhur. Kjo është një lajm i mirë, cilin po mendoj që duhemi të gjithë me fillu edhe me promovu përpara edhe me shty edhe me qenë një motiv shtesë për gjykatësit që janë të u kujdes në sistemin tonë të drejtësisë që çdo ditë me pas më pak lanë edhe me pas më shumë sukses rezultatet e punës tyne. Po du shumë shkurtimisht me prezentu aktivitetet cilat na kemi me tentu me zhvillu gjatë këtyne mujve e cilat besoj që në fund kanë na rezultu me një sukses në promovimin sa më të madh të punës së sistemit gjyqësor. Aktiviteti i parë që kemi mendu me ndërtu në 2 gjykate në Prishtinës dhe Gjilanit ka me qenë ndërtimi i komunikimit të drejt për drejt të gjyqtarëve me student fakultetit juridik, me gazetar edhe me publikun në gjykatore. Po mendojmë organizu debate cilat i transmetojmë live edhe në cilat gjithë mund me parashtru pyetje edhe mund me diskutu tema cilat në çato javë kanë qenë interesante për publikun edhe kanë qenë arenë diskutimesh qoftë në media, po fokusi ka me qenë gjithmonë të transparenca. Njëna prej çështjeve kryesore dhe aktiviteteve kryesore të cilat kena me tentu me zhvillu gjatë kësaj kohe është hartimi i një doracaku për mënyrën se qysh gjykatësit e Kosovës duhet me usill në rrjetet sociale. Ideja është që me i ndërtu një lloj të kodit të etikës të cilën gjykatësit e kanë para vetës edhe qysh ata kanë me usill në rrjetet sociale. Ne kemi pas e kemi nga njëherë nështë anaj qaj prej gjykatës, nështë anaj fotografi e cila nuk i kontribon sistemit, për këtë arsye po tentojmë që nëpërmjet ekspertëve dhe nëpërmjet këtij dokumenti me ju tregu gjykatësve se qysh duhet mu sjell në rrjetet sociale dhe cila është mënyra më e mirë që ata me promovu punën e tyre gjatë në rrjetet sociale. Aktiviteti i tretë, i cili është bukur specifik, ka me qenë ofrimi i trajnimeve edhe mbështetjeve për zyrat për media të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, gjykatës së Prishtinës dhe gjykatës Gjilanit, për mënyrën se qysh ata me mri me qenë më të dukshëm në rrjetet sociale edhe qysh me mri me u bë lajmet e tyre, komunikatat e tyre, njoftimet e tyre, lajmet e mira të cilat si kjo për zvogëlimin e numrit të landëve me shku drejt të qytetarit, për shkak se vrem që ka vend për me u punu në to. Aktiviteti tjetër të cilën na e kemi mendu është që të gjithë gjykatësit e Kosovës kanë me pas para vetës një video të shkurt dikon rreth 2 minuta e cila ka me tentu mja u shpjegu këtë doracakun për cilën fola ma heret për mënyrën se qysh me u sjell në rrjetet sociale dhe cilat janë rregullat etike të cilat gjykatësit nuk duhet me shkel gjatë paraqitjeve të tyne publike. Gjyqësori i hapur është njëri prej hashtagave të cilën kemi me promovu gjatë kësaj kohe. Për gjithë ata që nuk e dinë, hashtagu është një shpikje e re e rrjeteve sociale me cilën nëse çdo kush shkruan me këtë që vjen algoritëm, mundet me i marrë informacionet e fundit cilat kanë ardhur prej gjykatës. Ne kemi me kujdes që se cilën lajm të cilën e promovojmë prej gjykatave me u ndjek prej këtij hashtegu, e kish me qenë mirë që edhe gjykatësit, edhe gjithë stafi gjykatave kur të i promovojnë punën e tyre në rrjetet e tyre sociale me ndjek këtë hashtag. Gjithashtu ne kemi me pas edhe 10 publikime në platformat tona online ku trajtojmë temat caktuar cilat janë e shqetësojnë publikun dhe cilat janë me rëndësi për publicitetin edhe transparencën e sistemit gjyqësor. Këto janë aktivitetet cilat kemi me i bë, po shpresoj që në fund kemi me lanë një përvojë të mirë, e cila matutje ka me mujtë më përdor edhe prej gjykatave të tjera cilat janë në Kosovë, edhe ka me qenë nështë një rol model se qysh sistemi jonë gjyqësor duhet me u qasë publikut në media sociale, edhe qysh kemi me mri që atë perceptimin negativ për sistemin gjyqësor
me kthy në trende pozitive, për shkak se për fat mirë tash veç land ka nisë në zvoglu edhe njerëz duhet me nisë me besu në sistemin tonë drejtësisë. Faleminderit. And thank you very much. Faleminderit shumë Kreshnek. ACDC ka qenë partneri i yni prej fillimit të projektit dhe Doshani do t'i tregoj pak për aktivitetet tyre të reja. Mirë ditë të gjithëve, më vjen mirë që shoh institucionet të rëndësishëm në sistemin gjyqësor këtu në Kosovë. Kur e din që jemi në një periudhë në integrimit të verit në një faktor në rëndësishëm të jetës, para së gjithash bashkësisë serbe në veri, mu vjen mirë që së bashku do të punojmë për shundimit të ligjit më të mirë para së gjitha në veri dhe definitivisht ai marrëveshje të që presim të jetë implementu e versiones besoj, besoj që më 17 shtator, nëse jo që tashti po bile në fillim vitin tjetër. ACDC nga 28 gusht ka filluar një projekt me GSP me qëllim të involvimit të qytetarëve në procesin e integrimit të sistemit të drejtësisë dhe në procesin e projekti implementohet në gjitha 4 komunat në verin Mitrovica, në verin Zubin Potokë dhe Leposavić. Target specifike janë ndihma gjykatës themelore për implementimin e aktiviteteve për transparencës, para së gjithashtu njoftojmë qytetarët çka do të punon, rritja e besueshmërisë në verin Mitrovicës dhe drejtësisë pas integrimit të verit, e dim që 18 vjet jetojmë në, të thëmë ndër 2008 me do gjykatat e UNMI, ku 2008 janë dislokuar në Vushtri, ashtu që njerëz jetojnë bukvalisht, nuk isha mujt pa ligj, pa ndonjë punë apo funksionalitetin e gjykatës në veri. Transparencës dhe fshëzimi transparencës në gjykatave që është cilëllimi ynë, rritja e vëdijshmërisë në veri, mbi punën e gjykatës në veri, rezultatet e pres janë para së gjithash takimet e gjykatave me qytetarë, me publikun, duke përfshirë edhe organizatat e shoqërisë civile, qytetarë të tjerë, të cilët do të kenë mundësi për punën më efikase të gjyqësisë në Kosovë. Përparimi mes besimit, mes kampanjët e rritjeve të dëshmërisë me qytetarëve dhe transparente e gjykatës, përmes punës më të mirë me shoqërinë civile që do të formojnë përmes memorandumit të përvojshme caktimi të dhënave të gjykatës. Target grupat janë gjykata dhe proceset përfaqësues të drejtësisë në veri, në 4 komunat verise, shoqëritë akademike, media dhe qytetarë në përgjithësi aktivitetet, dhe që tashti ACDC, pasi që projekti zgjatë që 25-6 ditë, organizon 2 fokus grupet, do të shikni fotografi që tashti 2 fokus grupet në lidhje me integrimin e drejtësisë gjykatës, në lidhje me mbledhjen e të dhënave më të mira dhe pavësueshmërisë në veri, njerëz në përgjithësi si edhe organizata do të organizojmë 9 fokus grupet me studentët juridikut, avokatët e ri, aktivitetet e shoqërisë civile dhe personat akademik në veri në përfshirje të sektorit privat, biznes dhe me pensioner. Në bisedim me akterët kemi përfunduar se që integrimi është proces që ka invijuar shumë kohë në do pyetja themelore që të hymë në një proces, vetë proces sa më mirë. Këto target grupe nuk janë të kënaqur dhe besojnë që integrimi do të duhet të bëhet sa më shpejt, ashtu që besojnë që media si edhe përfaqësuesit lokal duhet të jenë më të involvuar në lidhje me këtë proces, ashtu gjithashtu kanë shprehur që e para që duhet qeverisi të bëjnë punë teknike me të cilet gjëqaj gjykata të jetë sa më efikas në punën e tij, ashtu që integrimi
ashtu që të bëhet një integrim sa më i shpejt, sa më përpara. Përmirësimi i komunikimit mes gjykatët dhe mediat dhe rritja e vëdijshmërisë se ACDC do të punon me gjyqtarët, ashtu që të bën mehanizmat përmes të cilat gjykata apo përfaqësues të gjykatës dhe gjykatës përpara të zgjedhur të kenë mundësi të kenë transparente dhe të komunikojnë me publikun, duke involvuar edhe arsimin fillestar, shkollat, organizaciat, studentët, bizneset, komunitet me interese të veçanta. Takimi i parë me gjykatës është bërë dje, ku gjykatës kanë dhënë mendimin e vetë në lidhje me integrimit dhe besojnë dhe që do të ndodhë se nuk janë të sigurt me datën, me 17 tetor, që si thash më parë, po menzi presin që të fillohen me integrimi. Antarët e shoqërisë civile janë qenë shumë të interesuar për këtë takim dhe kanë treguar që aktivisht dojnë të jenë aktorë në diskusione të ndihmojnë në çfarë do qoftë mënyrë, duke arritur rezultatet me pyetje të ndryshme në lidhje me integrimin, para së gjithash është mungesa e informatatë që unë vjen mirë që zoti Idrizi ka cek disa herë ACDC, organizatë që dëshirojnë të jetë partnerë dhe të ndihmon edhe KGC-s edhe në përgjithësi institucione, Ministrisë së Drejtësisë, që integrimi i gjykatës të jetësohet sa më shpejt. Unë gjithnjë në mediat them që integrimi i drejtësisë është një nga marrëveshje më rëndësishme me Brukselit. Nëse kemi gjykatën efikase, marrëveshje tjera shumë më shpejt, shumë më lehtë mund të implementohet, ashtu që unë siç them këtu formalisht dhe jo formisht zgjas dorën për ndihmën. Unë e di që gjithsesi keni partner shumë të mirë dhe kësaj herë duhet të lëvdroj stafin gjithsesi në veri para së gjitha Andrea Miletic, Sasha Miletic dhe Andren në punën e tyre dhe të gjithë ata që mundohen që kjo pyetje e rëndësishme sa më rëndësishme të paraqesim qytetarëve tanë dhe sa më shpejt të jetësohet e drejta juridike, se ajo është një pyetje kyçe e si gjithë të tjerë partnerë dhe gjithë të tjerë ndihmon. Faleminderit USAID për ndihmës, se besojmë projekte të tilla kanë masa direkte dhe konkret në vlerat dhe mund të shihet punë dhe përndër GSSP dhe USAID i falendrojmë, po ashtu ka nevojë për masat konkrete dhe në këtë zëtë kontrolë që këtu është dhe në atë mënyrë mund të kemi një bashkëpunim shumë më të mirë për një punë më efikase para së të gjithash me qytetarët dhe me qeverisin qendrore. Gjithashtu dëshiroj të them në mars do të kemi një konferencë të madhe, por dëshirojmë edhe Idrizin të ftojmë në verin dhe të bisedojmë për domethënien e integrimit dhe besoj që gjykata deri në atëherë do të fillojnë të funksionojnë dhe besoj të njoftojmë me problemet që besoj që nuk kemi shumë probleme, po është në rëndësi që si soi pyetje të hapan dhe kësi mbledhje që kemi me fokus grupe, me gjykatës, me prokurorët, me qytetarë, është në rëndësi që të bëhet një komunikim përditore që për punën e përditshme të gjykatës. Faleminderit shumë. Thank you, Dushan. Faleminderit Dushan dhe folësia fundit është Robert Asmani nga Demokraci Plus. Pozdrav svima, ja dolazim iz nevladine organizacije Demokracija Plus. Kemi një prej 3 grantistëve që do të implementojnë projekt të mbështetur nga GSSP. Projekti jonë quhet Matja e transparencës dhe efikasitetit të gjykatave themelore të Kosovës. Në vazhdën e aktiviteteve të GSSP-s për të mbështetur sistemin e drejtësisë në Kosovë, Demokraci Plus përmes këtij projekti do të fokusohet në matjen apo kvantifikimin e kënaqësmërisë së përdoruesve të shërbimeve të 7 gjykatave themelore në Kosovë, kryesisht në këto 2 fusha: transparencën apo qasjen e informata për aktivitetet dhe operimin e gjykatave themelore, si dhe efikasitetin. Pra, përgjithësi do të shohim ta masim kohën që e kalon një qytetar në gjykatë prej momentit kur hyn në ndërtesë për të mbaruar një punë e deri në momentin kur e përfundon punën, qasjen dhe sjelljen e stafit të gjykatave dhe gjykatësve me qytetarë dhe në përgjithësi eksperiencën e tyre në shërbimet që i marrin aty.
Edhe pse ka pasur shumë përmirësime, ne vlerësojmë se drejtësia në Kosovë fatkeqësisht nuk gëzon besim të madh nga ana e qytetarëve dhe kjo del në pah edhe nga studimet ndryshme në raporte ndërkombëtare. Dua t'i ndaj me ju dy gjetje nga këto organizata me qëllim që të kaloj tek pjesa e rëndësisë së projektit dhe arsyes se pse ne po implementojmë këtë projekt. Transparency International në një studim për nivelin e korrupsionit në gjyqësor vlerëson Kosovën me notën 4.1 nga nota 5, ku 5 është niveli më i lartë i korrupsionit, percepcionit të korrupsionit në gjyqësor. Në anën tjetër, UNDP përmes Public Pulse në vitin 2016 gjenë se vetëm 22.1% e respondentëve të qytetarëve, pra janë të kënaqur me punën e gjykatave. Duke u bazuar në këtë situatë, ne do të implementojmë një projekt i cili ka për qëllim mbledhjen e të dhënave parsorë apo primare përmes pyetësorëve për kënaqëmërinë e përdoruesve të shërbimeve të gjykatave themelore për transparencën dhe efikasitetin e gjykatave. Pra ne kemi dëshirë që të analizojmë se ku është shkputja e përçimit të informacionit në mes të gjykatave dhe qytetarëve. Metodologjia jonë është kjo. Ne do të mbledhim dhëna përmes një pyetësori me rreth 20 pyetje që do zgjatë afërsisht 15 minuta. Numri i respondentëve do të jetë 700 në total dhe jo domosdoshmërisht se cila gjykatë themelore do të ketë nga 100 respondentë. Do të mundohemi që numrin e respondentëve ta reflektojmë me numrin e qytetarëve që shërbehen nga gjykatat respektive. Moska do të përzgjedhet me metodën e systematic sampling technique, që përndryshe quhet edhe exit poll, dhe e mira e kësaj është që intervistuesit do të intervistojnë qytetarët që posa kanë marrë shërbime nga gjykata themelore në minutin që ata dalin nga ndërtesa e gjykatës. Do me thënë, njerëz cilët eksperienca dhe opinionet e tyre me kualitetin e shërbimeve të ofruara nga gjykatat i kanë të freskëta dhe munden të reflektojnë më njëherë në intervistë. Normalisht, dhënat do të merren dhe në mënyrë anonime, do të analizohen, procesohen dhe pastaj të prezantohen. Respondentët do të jenë 3 grupe të qytetarëve që kërkojnë shërbime nga gjykata themelore, do të jenë përdoruesit e shërbimeve të gjykatave për çështje administrative, palët në konteste civile, si dhe palët në çështje penale. Të gjeturat e këtij studimi do të analizohen, do të ndohen me gjykata dhe gjithë aktorët tjerë relevant, ndërsa çështjet që ngriten më së shpeshti do të diskutohen në fokus grupe. Si gjithmonë praktikat më të mira të fokus grupeve do të jenë grupe të vogla ku do të qiten diskutim pikat të cilat janë ngritur, çështjet të cilat janë ngritur më së shumti përmes pyetësorëve. Pas fokus grupeve, aktivitetet tona do të vazhdojnë me tryeza të rrumbullakta. Do të kemi 7 prej tyre në secilin region të Kosovës nga 1. Ku do të diskutojnë të gjeturat nga pyetësorët dhe nga fokus grupe, dhe normalisht do të ftohen aktorët relevant, me siguri shumica prej jush, qytetarë dhe organizata tjera jo qeveritare. Pra, përmes këtij projekti ne synojmë që të arrijmë një përmirësim të komunikimit mes gjykatave themelore dhe qytetarëve, një përmirësim të kualitetit të shërbimeve të ofruara nga gjykatat themelore, si dhe një ngritje të nivelit njohurisë qytetarëve për funksionimin e sistemit të drejtësisë në përgjithësi. Ne besojmë se një analizë objektive si kjo që do të fillojë në muajin e ardhshëm, do të identifikojë çështjet më me rëndësi për qytetarët që shërbejnë nga gjykatat themelore për të 3 arsye të ndryshme. Ne shpresojmë se gjetjet do të ndihmojnë gjykatat në përmirësimin e shërbimeve që ofrojnë dhe në informimin më të mirë të publikut rreth punës së tyre. Gjithmonë normalisht në funksion të fuqizimit të sistemit gjyqësor në Kosovë. Ju falenderoj. Thank you very much, Roberta, and Falenderoj shumë Roberta, e falenderoj të gjithëve që keni ardhur sot. Ne besojmë që partnerët tanë, çështjet që i analizuan kanë bëjnë me rritjen e transparencës dhe me dialogun e vazhduar dhe veprimin për përmirësimin e realizimit të drejtësisë për qytetarët e Kosovës. Dhe me kaq po e përfundojmë punën sot, ju ftojmë në një koktel jashtë. Ju falenderoj shumë.